Një ndër çiftet më të komentuara të edicionit që lan pas të Big Brother VIP ka qenë padyshim Josefin Marku dhe Loredana Brati. Ndarje, pajtime, pusje, lot, ngritje zëri e bashkime, kështu ka qenë marrëdhënia e tyre brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Por ndosi ky reality show ka javë që ka përfunduar, kurioziteti i ndjekësve është i madh se çfarë po ndodh në të vërtetë mes dyshës. Ashtu si Lori, edhe Jozi kanë deklaruar në daljet e tyre televizive se e kanë lënë marrëdhënien e tyre të rrjedhë, ndërsa fansat thonë se çifti janë bashkë dhe po shijojnë dashurinë e tyre larg mediave dhe kamerave të telefonave. Së fundmi, një video është duke bërë namin në rrjetet sociale. Në pamjet e publikuara Jozi shihet teksa po performonte në një nga klubet e kryeqytetit, kur në një moment një vajzë shkputet nga tavolina e saj dhe ngjitet në skenë për të përqafuar këngëtari. Ata shkëmbejnë një përqafim të ngrohtë, ndërkohë që le disa fjalë me njëri tjetrin. Disa thonë se vajza në fjalë ishte pikërisht Lori, por disa të tjera aludojnë se ajo ishte thjesht një fanse e Jozit. Në pamje vajza misterioze nuk shihet qartë dhe nuk kuptohet se kush mund të jetë.